Përshëndetje të gjithë ju që po ndiqni këtë video dhe ju që jeni pjesë e këtij channeli personal timi. Mirë se erdhët. Sot do të kemi lexim shumë të bukur sepse do të fokusohemi pikërisht tek e shkuara. Se çfarë na pengon ne për të ecur para. Pra çfarë ende po na mban pas dhe nuk na lë që të progresojmë. Ju keni 3 numra këtu, numrin 1, numrin 2 dhe numrin 3. Siç e kemi bërë në videon e mëparshme, ju mund të zgjidhni nëpërmjet vizualitetit, nëpërmjet imazheve. Cila nga këto imazhe ju tërheq më shumë? Nëse doni, ju mund të lexoni, pra emërtimet, shkrimet që kanë më poshtë, ose thjesht mund të tërhiqeni me impaktin e parë. Mundohuni që kur zgjidhni të mos mendoni shumë, por gjithmonë të tërhiqeni në emocionin e parë që ju vjen, kush letër ju tërheq, pa menduar shumë. Le të marrim 1 minutë së bashku për të marrë frymthellë dhe më pas të shohim se me cilën letër realisht shpirti juaj lidhet në këto momente. Le të fillojmë, merrni frymthellë. E bëjmë 3 herë këtë si proces. Mbani sytë të mbyllur. Hapini sytë dhe shihni cila ju tërheq më tepër. Le të fokusohemi tek numri 1. Çfarë ende ju mban pas? Pra çfarë ende nuk po ju lë të progresoni? Interesante. Fillimisht dua t'ju them që jo më kot ju keni zgjedhur këtë letër. Kjo letër ju tregon pikërisht lakuriçin e natës që dhe eremitin në këtë rast. 2 letra që po i marr afër që ju mund të shihni. Janë 2 letra të cilat tregojnë për energji kur fokusi është më tepër tek koha dhe tek çfarë ne mund të bëjmë më mirë, te hulumtimi. Unë do thoya në vija të përgjithshme, ndoshta ju jeni në një moment në të cilën në jetën tuaj ende që jeni duke menduar pse gjërat nuk më shkojnë, përse jam në këtë energji, çfarë mund të bëja më mirë, mos nuk e kam bërë gjërat më mirë. Ndonjëherë bëheni kritik ndaj vetes tuaj. Dhe kriticizmi është i mirë deri në një pikë të caktuar, por nëse bëhet maksimalisht ju lë në një vend mosbesimi. Pra ju arrini të mos besoni më pas tek vetja juaj, që unë nuk do ta sugjeroja sepse psikologjikisht ju bën jo mirë. Pra ju bën gjithmonë të ndiheni që ju keni bërë zgjedhje të gabuara, fati nuk ka qenë shumë i drejtë me ju dhe nuk keni pasur shumë mundësi. Pra të gjitha bëjnë atë që ju keni një justifikim se përse gjërat nuk ju kanë ecur mbar. Lakuriçi i natës në këtë rast tregon, në fakt tregon këtu shkrimi, thuhet një rilindje të assurance, pra kur ju doni të jeni të sigurt për gjërat që keni bërë. Ndoshta merrni dhe mendimet e njerëzve të tjerë. Kërkoni opinionet e njerëzve të tjerë. A e kam bërë mirë këtë? Pra ndonjëherë për të ulur atë vuajtjen tuaj, doni që të dëgjoni nëse dikush mund t'ju motivojë dhe t'i thotë që jo, ju nuk është faji juaj. Po në fakt nuk keni nevojën e askujt. Ju ka ardhur momenti që ju të hiqni, të hiqni këto mendime dhe të ikni nga një vend në të cilën shihni se po ju mban të lidhur ose që nuk është shumë psikologjikisht pozitiv, do thoja për ju. Atëherë, unë do thoya që është momenti që ju të rilindeni ose të rilidheni më mirë shpirtërisht me veten tuaj, me gjëra të reja. Çdo fazë ka një leksion karmik dhe atëherë të kuptoni çfarë ju mund të bëni me jetën tuaj në situatat jo vetëm
momentale, por dhe ato që do vinë në të ardhmen. Lakurishti i natës është gjithmonë vigilent, por po ta shohim gjithmonë rri me kokë poshtë. Pra një pozicion në të cilin unë do thoja nuk është shumë aktiv. Pra, nëse ju doni që gjërat tuaja në jetë të ndryshojnë, ju duhet të ndryshoni. Ju duhet të shihni gjërat jo me kokë poshtë, po me kokë sipër, dhe jo të keni një vizibilitet shumë të ngadalt edhe gjatë natës, kur ju rini vetëm edhe e lodhni mendjen me mendimet tuaja, por të jeni në një pra më praktik, më realist, sepse ju shoh shumë të mbyllur brenda vetes tuaj dhe keni një mendje të ngushtë, një perspektivë të ngushtë se si shihni gjërat që kanë ardhur deri më tani ose ju kanë ndodhur deri më tani në jetën tuaj. Duke u referuar letrave të tarotit në këtë rast, unë shikoj që ka ardhur momenti, ju thuhet, për t'u larguar, për të ikur nga kjo hapësirë, do thoja, që nuk është shumë pozitive për ju. Pra, ju kam mbajtur të mbyllur në këtë shtëpi, ju kam mbajtur të mbyllur në mendimet tuaja dhe nuk ju ka dhënë diçka pozitive. Prandaj është momenti, ju thuhet, që të largoheni dhe të shihni mundësi të reja. Dhe kur flas mundësi të reja, i referojmë gjithmonë perceptimit tuaj, që çfarë ju mund të bëni më mirë, çfarë ju mund të ndryshoni, dhe unë do thoya duke filluar gjithmonë nga vetja juaj, sepse këtë më tregojnë letrat në këtë momente. Shikoj që diçka e re ka për të ardhur në jetën tuaj. Nuk është se ju mungon motivimi, nuk është se ju mungojnë dëshirat e mira, nuk është se ju mungojnë pjesa në cilën ju doni të jeni kreativ, gentleman ose vajza që ndihmojnë të tjerët, kafshët, njerëzit, por në të njëjtën kohë unë do thoya që ju nuk jeni gentil ose nuk keni perspektivë të hapur me veten tuaj. Pra, i gjithë problemi, ajo çfarë mua më bie në rastin tuaj që keni zgjedhur numër 1, ajo çfarë ju mban të varur në të shkuarën, është që ju mendoni që ky është fati juaj. Ju mendoni që e shkuara duhet jetë baza e së tashmes, dhe se ju veproni në këtë mënyrë për shkak se fëmijëria juaj nuk ka qenë shumë e mirë, ose mund të qenë toksike, ose situatat nuk e ju kanë ndihmuar shumë, apo njerëzit që ju jeni rrethuar. Pra, gjithmonë keni një arsye për të thënë se përse ju vazhdoni të jeni ende me mënyra të vjetra perceptimi, sjellje me njerëz që ndoshta janë akoma me të perceptimin tradicional ose shoqëri që nuk ju ndihmojnë të progresoni, po ju mbajnë në vend numero. Dhe ka ardhur momenti që ju të largoheni nga kjo mentalitet. Do të lexojmë tani letrat e orakullit që unë kam krijuar. Për ata të cilët janë të interesuar për t'i bler, unë kam krijuar një set orakulli i cili vjen me këtë kuti magnetike, dhe brenda saj ju do të gjeni një libër me 357 faqe në gjuhën shqipe, një libër me ngjyra ku unë flas për historinë time, se si ka ardhur leximi që në fëmijërinë time. Me orakullin keni simbole që interpretohen sipas interpretimit simbolik të tarotit dhe gjithashtu të ëndrave. Dhe keni 70 letra me ngjyra që ju mund të hidhni çdo ditë, jo për të parashikuar, për të parë energjinë, për të motivuar, le të themi, çdo ditë se çfarë është energjia ime sot, çfarë mund të bëj më mirë, çfarë më sugjerohet shpirtërisht, dhe atëherë ju mund të merrni një letër. Duke referuar leximit të sotëm numrit 1, le të fillojmë të shikojmë së bashku se cila është energjia juaj aktuale, e shkuara juaj, dhe ajo çfarë pritet të vijë. Po mundohem të vendos në një vijë në mënyrë tillë që të jenë edhe vizualisht mirë. Atëherë, për sa i përket shumë e bukur mesazhi, dhe unë pata një lexim para disa ditësh me një gocë dhe më vjen një mesazh dhe më thotë: Tiziana, leximi që ti bëre me letrat e tua të orakullit përkonte kaq shumë me jetën, me energjinë time aktuale. Dhe nuk është personi vetëm që më ka thënë këtë, unë kam vënë re dhe tek vetja ime, kur hedh letrat janë shumë punktuale. Pra, referohen dhe flasin kaq shumë shpirtërisht hapur, saqë janë kaq shumë të sakta, unë do thoya për sa i përket udhëzimit shpirtëror. Atëherë, nëse ju e shihni dhe ju referojmë sërish
letrës së orakullit të parë dhe letrës sime që unë kam krijuar. Këtu unë ju thash që jeni me kokë poshtë për të perceptuar gjërat dhe duhet në fakt jeni praktik dhe jo shumë sentimental, ndërimtar apo të mendoni që ky fatyra. Në këtë ishullin ku unë jetoj, që quhet Reunion, pra ishulli Reunion, është një ishull në Oqeanin Indian, është një ishull i vogël dhe ka akoma njerëz që janë kreol që quhet, pra që kanë ardhur nga Afrika shumë vite më përpara dhe kanë qenë sklever më pas të njerëzve, pra të shtetit francez. Ende vazhdohet në shkolla të mësohet gjuha kreole, gjuha e tyre, traditat e tyre dhe gjithashtu frëngjishtja që është gjuha pas, sepse normalisht Franca ka qenë pjesë, pra ajo që e menaxhon të këtë shtet dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Ekziston si në këtë ishull, si në Mauritius dhe në New Zealand, pra në Zelandën e Re, janë shumë të pak, pra në gjithë botën ekzistojnë vetëm 200 shpend që quhen Mascaren Petrel, dhe ato ruhen nga vendi. Mua më ka rastisur ruhen pra nga shteti, nga qendrat të cilat merren me shpendët, për arsye sepse janë në shturkje sipër në vendin, në tokë. Dhe më ka rastisur 2 herë të gjej, një herë më ka ndihmuar njerëz tjerë ta ndihmoj dhe një herë tjetër kam shkuar tek Sjarfiksa dhe Sjarfiksa më pas e ka çuar këtë shpend në këtë qendrat përkatëse. Çfarë ndodh me këtë shpend? Ky shpend është një shpend i cili fluturon vetëm kur është sipër malit dhe në momentin kur bie në tokë, ai nuk mund të fluturojë dot më. Pra duhet ta çosh prapë në mal në mënyrë tillë që të fluturojë. Kryesisht ata vënë në det, marrin peshë dhe ikin prapë. Por në momentin që prekin tokën, ata nuk fluturojnë dot më. Dhe prandaj dhe janë në zhdukje sipër, sepse janë bërë burim i kafshëve grabitqare apo të aksidenteve. Shumë herë ata ngatrojnë dritat e rrugës me dritën e hënës dhe mendojnë se po fluturojnë, por realisht shkojnë poshtë në tokë dhe me të prekur pra tokën, pjesën e sheshit, ata nuk fluturojnë më dhe rrinë aty. Presin derisa normalisht vdesin. Dhe çfarë ndodh, pse e kam vendosur në letrën time të orakullit, është pikërisht sepse ka ardhur momenti që ju të mos uli lartësitë për të tjerët. Dhe në fakt përkon me lakurishjen e natës në këtë rast, për arsye sepse ju thuhet që perceptimi juaj aktualisht ose për një periudhë të gjatë kohe ka qenë goxha i limituar, i zvogëluar, që unë nuk bëj, unë nuk di, ose fati im është i tillë, apo situatat e mia kanë qenë të ngushta. Dhe ju thuhet që në fakt duhet të hapeni në mënyrën tuaj të perceptimit, pra të jeni më fleksibël, të jeni më me analizë të gjërë, do thoja, se sa me analizën e ngushtë, unë nuk jam, unë nuk bëj. Ka ardhur momenti që ju të shikoni njerëzit që ju rrethoheni si ata të cilët ju ulin poshtë. Pra, njësoj si dritat që unë e si përmenda që e ngatrojnë vizualitetin e këtij shpendi dhe e ngatrojnë, e bëjnë sikur është hënë dhe ai shkon poshtë dhe me të vajtur poshtë ai nuk ngrihet dot më lart. Dhe ju thuhet pikërisht që në momentin që ju tërhiqeni ose vazhdoni të jeni me njerëz të cilët nuk ju ngrënë sipër, atëherë ju do të jeni gjithmonë viktimë e situatave të cilat janë shumë, pra nuk përkojnë me shpirtin tuaj. Ju ulin njerëzit të tjerë në nivelin e tyre dhe më pas ju nuk mund të fluturoni dot më. Sepse do ju duhet pastaj një ndihmë e madhe që dikush t'ju marrë dhe t'ju çojë lart. Që kjo ndihmë mund të jetë ose njerëz që janë shumë të zgjuar edhe ju ndihmojnë shpirtërisht, ose mund të jetë pra Zoti që ju ndihmon për të ndryshuar situatat tuaja. Megjithatë, ajo çfarë ne do shohim këtu në pjesën shpirtërore është duke ju thënë që mundohuni të keni perspektivë më të gjerë, fleksibilitet dhe mos u ulni nga njerëz të cilët janë më poshtë nga ju. Mund të qofshin ta edhe partner, mund të jenë njerëz të cilët janë kushërin, shoqe apo familjar që ju shihni që mendimet tuaja nuk përkojnë me në atë çfarë shpirti juaj kërkon. Kështu që është momenti që ju të largoheni nga influencat, nga mendimet, nga perceptimet e nga njerëzit të cilët shikojnë gjërat shumë, pra
e shikojnë gjërat sot për sot dhe jo sot për çfarë do ndodhi ose si mund të rikuperohet shpirti në të ardhmen. Letra tjetër ju fton duke ju thënë që do të keni komunikime, që është këto komunikime që mund të doni nëpërmjet partnerit tuaj, disa mund të kenë fokus në komunikimin ose në mesazhet që duan të marrin me shkresat, në dokumentat që kanë aplikuar, me një përgjigje që presin, do ta merrni këtë përgjigje, ose me diçka që në fakt ju vjen, ju komunikohet shpirtërisht. Aktualisht ne jemi duke lexuar diçka shpirtërore që ju thuhet që mesazhi vjen tek ju. Pastaj mënyra se si ju e merrni, e perceptoni apo e bëni tuaj, kjo është diçka personale. Ajo energji e cila do të vi sepse energjia aktuale ju kërkoni një mesazh, ju kërkoni diçka që t'ju flasi, t'ju vi në këto momente. Dhe për një periudhë kohe ju e keni humbur atë dritën, le të themi, apo udhën tuaj për të ecur para dhe ndjeni këtë gjë. E ndjeni që nuk jeni të lumtur, e ndjeni që diçka po ju bën pas të lidhur edhe ndoshta shpirtërisht të bllokuar. Dhe prandaj dhe letra ju thuhet duhet të largoheni nga aty ku jeni, jo fizikisht, por mendërisht. Sepse ka gjëra që ju mund të ndryshoni ende. Dhe energjia që vjen më pas që prezantohet në të ardhmen është një energji e cila ju thuhet sërish dorë të leci në këtë rast, ju thuhet që ju lidhet në fakt me mos prakticitetin dhe e prap me letrën e orakullit në rastin konkret të lakurishit të natës, sepse ju thuhet që nuk jeni shumë praktik. Pra, ju mund të jeni shumë filozof ose të keni gjithmonë një mendim që pse gjërat nuk shkojnë mirë, por në fakt nuk jeni shumë praktik. Ardh momenti që ju të flisni vetes ashtu siç ju do doni dikush të fliste ju, ose siç ju mund ta bëni me një mik dhe mikën tuaj. Pra ta shkuni dhe t'i thoni që gjërat do të shkojnë mirë, mundohu të besosh te vetja, etc. Pra, ashtu siç ju flisni të tjerëve, mundoni të flisni vetes, sepse ju jeni shumë i mirë, shumë të mirë me njerëzit e tjerë, por jo të mirë me veten tuaj. Dhe ju shikoj për një periudhë të gjatë kohe, ju jeni akoma në të shkuaren, me mendime të së shkuaret, me rroba të cilat janë të vjetra dhe nuk e keni ndryshuar garderobën, energjinë, me njerëz të cilët kanë mentalitet tradicional shumë jo të kohës dhe nuk ju ndihmon, por dhe me njerëz të le të themi me një perceptim shumë të ngushtë, dhe kjo ju ka bërë deri diku që ju doni të ecni para, por diçka pra njerëzit e tjerë ju ulin prapë në energjinë e tyre, dhe ka ardhur momenti që ju të ndryshoni, qoftë ambientin, qoftë njerëzit, qoftë mos merreni me mendimet e tyre dhe mos të kërkoni aprovimin e tyre, por gjithashtu edhe vetë të ndryshoni perceptimin tuaj dhe mos të prisni, sepse këtu eremiti pret, analizon, pret dhe ju ikën koha gjithmonë duke mos bërë asnjë gjë. Pra bëni kreativ, bëni krijues, sepse nëse nuk do bëheni kështu, gjithmonë do të ngeleni, le të themi, shpirtërisht ose vizualisht si një dorë të lec, në sensin që njerëzit gjithmonë do t'ju marrin ato çfarë ata duan dhe do t'ju lënë aty. Pra ju do shërbeni thjesht për aq sa ata kanë interesat e tyre, por nuk të shohin përtej asaj, për t'ju rritur shpirtërisht, për t'ju ndihmuar shpirtërisht, dhe prandaj unë shikoj diçka që është pjesë e shpirtërisht ndjeni të boshatisur, ndjeni jo të plotësuar, prandaj edhe keni ngelur edhe e shkuara ju ka rrënjosur i tamam, ju mban në rrënjët e saj, pa ju lënë që ju të jeni të lirë. Faleminderit që ndoqët këtë video deri në fund. Uroj që të ketë rezonuar. Ky është lexim kolektiv dhe jo personal. Nëse ju jeni të interesuar për lexime personale apo edhe për të bler orakullin e mendjes së mjekullt, sepse ky orakull pikërisht titullohet Orakulli i mendjes së mjekullt, pra për ata cilët janë të ngatruar dhe kërkojnë më tepër dritë në këtë periudhë në jetën e tyre, mundohuni të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në faqen time të Instagramit, ku unë operoj me dërgesa të gjithë botën me letrat e mia, gjithashtu edhe me leximet personale. Faleminderit që jemi bashkë në videot e radhës. Mos harroni të shkruani se cili është numri që ju zgjodhët dhe nëse ju ka rezonuar leximi. Faleminderit që jemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, mirë takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 2, mirë se erdhët në këtë lexim. Le të shohim së bashku mesazhin që ju ka ardhur ose ju vjen përmjet letrës që ju zgjodhët vizualisht. Është antilopa dhe ju thuhet që jeta është duke shpejtuar. Po ta
Ta shihni këtu, antilopa është duke vrepuar. Antilopa është një kafshë, unë do të thënë goxha inteligjente, e shpejt, por edhe e butë, në sensin nëse ju e vendosni në Afrikë, pra që ka shumë jaguar, që ka luan, që ka kafsh hyena, tigra, që mund shumë shpejt pra ti hanë këto, pra të jenë pre e këtyre kafshëve të cilat janë goxha të fuqishme. Por nëse do ta krahasojmë me kafshët e tjera si delet apo kafshët e tjera më të buta të prapë të Afrikës, unë kam pasur fatin të vete në një, pra këtu në Afrikë, të vete në Cougar Park edhe në një park tjetër personal ku janë gjitha kafshat egra dhe është një ndjesi goxha e frikshme, do thoja, sepse në çdo moment ti mund ta hash. Në çdo moment, madje kam pasur rastin të shikoj një hyena i thon anglisht, po hiena i themi në shqip, ku nëna doli vajti të shikonte foshnjën e veta, ishin 2 a 3 në mos gaboj, dhe në një moment pap vrapon dhe unë i them burit, po kjo pse vrapoi? Dhe i erdhën 2 hiena të tjera për të ngrënë fëmijët e saj dhe për t'i marrë territorin, sepse pra për të vendosur fëmijët aty ku ajo i kishte vendosur. Dhe të gjithë ne në makinë që ishim shumë turistë, filluam të qanim, të bërtisnim, edhe pse nuk na i lejoj të bërtisnim sepse makina është e hapur, dhe ajo, një nga hienat filloi vrapoj duke kërkuar ndihmë, që hajde më ndihmoni sepse unë po sulmohem, dhe në fakt nuk i ndodhi gjë. Bebat e vegjël treguan shumë të zgjuar, u futën brenda në vendin ku nëna i kishte vendosur. Kështu që ishte një fat i madh, po që ishte shumë, ti shikon se sa e fortë është jeta, se si në çdo moment mund të jesh dhe më pas pra vjen një kafshë dhe të merr fëmijën, qoftë edhe në momentin që sapo e lind. Kështu që duke ju referuar sërish kësaj letre, ju thuhet që jeta është duke shpejtuar, ndoshta ju jeni duke kërkuar më shumë në këtë periudhë në jetën tuaj, ndoshta duke marrë një energji, le të themi, pak më të shpejt, një ritëm në të cilën ju kërkoni të arrini shumë gjëra njëkohësisht. Dhe antilopa pikërisht dhe qoftë edhe në momentin që kjo është duke vrapuar pra si kafsh, ju tregon që ju doni të lini pas të shkuarën dhe po doni të ecni para në të tashmen. Kështu që është një letër goxha pozitive në këtë rast, ndoshta sepse e shkuara, duke referuar gjithmonë prap safarit të Afrikës, më bën të kuptoj që ndoshta e shkuara ju ka përndjekur ose ndonjëherë ju përndjek, dhe ju kërkoni të ikni, ju kërkoni të bëni çdo gjë, thjesht të mos jeni në të njëjtin situatë, sepse mendoni që situata e së shkuar është një situatë e cila është ndoshta, unë nuk do thoya rrezikshme, po e frikshme, ose një ndjesi që nuk është shumë pozitive. Prandaj dhe ju jeni duke vrapuar, ju thuhet këtë letër. Këtu letra major arkanës ju tregon që në fakt ju duhet, unë do thoya, disiplinë dhe fleksibilitet. Prifti është një letër shumë pozitive, sepse ju thuhet që gjërat do arrihen, por duan kohën e tyre, por në të njëjtën kohë duhet jeni me disiplinë, të jeni fleksibël me mendimet e njerëzve dhe situatat që ju vjen, mos reagoni direkt, dhe e shkuara ndoshta ju ka mësuar ose kërkon t'ju mësoj diçka, kështu që mundoni të reflektoni ose të kuptoni çfarë ju ka dashur e shkuara deri më tani t'ju tregoj. Pra është diçka që ju thuhet, reflektoni në çfarë ju ka ndodhur dhe mos ikni me vrap, por mundoni të kuptoni ose të shëroni ndoshta plagët ose frikat e së shkuarës, sepse duket sikur e shkuara, jo gjithmonë, por ndoshta her pas here ju persekuton. Dhe kur flas persekuton, mund të jetë ndjesi të cilat ose kujtime që janë regjistruar në subconsciencën tuaj,
frika që ju bëjnë të silleni në një formë të caktuar me njerëz të tjerë apo në jetën tuaj, ose mund të them që mund të jenë edhe në ëndra. Pra her pas here ju mund të shikoni ndoshta ishit tuaj, apo mund të shikoni situata që gjithmonë ju përsekutojnë dhe ju ndjeni që duhet të largoheni. Jo çdo gjë është e frikshme, apo jo çdo gjë është që ju ka ndodhur ju dhe askujt tjetër, por ju ka dhënë një leksion. Pra ju thuhet që meditoni dhe kuptoni përse gjërat kanë ardhur në jetën tuaj. Pra është një periudhë, do thoya, që letra ju thuhet të kuptoni përse ju po vraponi dhe përse ju ka ndodhur situata të caktuara. Për sa i përket letrave të tarotit në këtë lexim për ju që zgjodhët numrin 2, sërish njeriu i varur ju thuhet që e shkuara hera herës ju ka bërë që të jeni në të njëjtin vend, pra të mos lëvizni ose të mendoni që situatat nuk janë të duhura, prandaj dhe ju nuk po ecni. Ka raste në të cilën ju shihni që nuk keni shumë mundësi për të ndryshuar realitetin tuaj. Fokusi në fakt këtu ju thuhet që të meditoni, ju ndiheni mendërisht, do thoya, shumë të ngatruar. Unë ju shoh shumë të ngatruar, unë ju shoh shumë konfuz kur vjen puna për të marrë vendimet në jetën tuaj. Çfarë do lloj vendimi ju shikoj të ngatruar, ndonjëherë nuk e dini pse gjërat kanë ndodhur. Kjo për arsye sepse nuk keni marrë kohën e duhur për të reflektuar, prandaj edhe letra e priftit ju thot reflektoni, mendoni, merrni kohën tuaj dhe mos veproni në të njëjtën mënyrë ashtu si kundër keni vepruar më përpara. Dhe të dyja letrat, si e para dhe si e fundit, edhe pse ka tjetër sistem, sepse kjo është letër orakulli, kjo është letër e tarotit, sërish kanë një urlise midis urlise, por që nuk të çojnë në të njëjtin destinacion, për arsye sepse antilopa në këtë rast ju thuhet vrapo, shpejto, arri ritmin, ndërkohë që prifti ju thot ndalo, medito, kupto çfarë ka ndodhur dhe pse gjërat ndodhin në këtë formë. Gjërat nuk mund të ndryshojnë vetëm duke na shkaluar situatat që ju mund të ndodheni. Antilopa në fakt në të njëjtën kohë në këtë letër ju thuhet që ndoshta jeta po përshpejton dhe ju nuk dini se si të menaxhoni gjërat. Dhe ndjeni konfuz, jeni të ngatruar, dhe thoni si mund të bëj unë gjërat sepse në këtë moment nuk di se si mund të organizoj jetën time. Më bie këtu goxha të ngatruar, goxha, le të thoja, kjo letër në fakt ju thuhet që është edhe perceptimi juaj, është edhe mendimi juaj që i keni lënë gjërat bëhen rrëmuj, që gjërat ju lëndojnë dhe të mos dini më pas se si të merrni veten. Pra kjo letër ju fton që ju të reflektoni në gabimet tuaja, të reflektoni në ato që ju ka lënduar, në njerëz të caktuar që mund të vinë nga shkuara juaj, për të kuptuar që çfarë ju mund të bëni më mirë. Pra, e shkuara juaj ju mban të lidhur, por ju mban të lidhur dhe ju ka bërë të jeni të ngatruar. Mua m'bie që ndoshta një meditim i thellë, një reflektim do ju bëjë më mirë se sa thjesht ta shihni veten që duhet të largoheni. Pra ky person nuk është i mirë, unë po largohem. Dhe ndërkohë që përsëritet e njëjta formë, e njëjta situatë prap, sepse nuk është mësuar akoma leksioni. Do të shohim bashkë letrat e orakullit që unë kam krijuar vetë. Vinë në këtë kuti e cila është kuti magnetike. Brenda saj ju do të keni një libër shit me 357 faqe ku unë flas për historinë time, se si kam filluar të krijoj letrat e orakullit dhe të shoh ëndra. Kemi disa simbole se si interpretohen në psikologji, në interpretimin e ëndrave dhe në leximin e orakullit. Pra këtu keni çdo gjë se si unë e kam organizuar, i kam organizuar këto letra. Vinë gjithashtu pra me 70 letra të orakullit, të cilat nuk janë për parashikim, por janë për motivim shpirtëror. Ju ngriheni në mëngjes dhe thoni çfarë duhet konsideroj shpirtërisht në këtë periudhë dhe merrni një letër dhe ajo u dëson për ditën. Janë shumë të sakta, lidhen shumë me shpirtin tuaj, kështu që ndjehuni të privilegjuar dhe të hapur energjikisht, që i keni ato në dorë dhe që mund të reflektoni pozitivisht.
Kështu që nuk është për parashikim, por është diçka shumë e bukur që çdo ditë ne duam dikë të na motivojë, një guru, dhe këto janë një guru shpirtëror. Atëherë, për ju që doni ti merrni, ti blini, duhet të më shkruani vetëm në Tarot Spirit Therapy në Instagram, sepse vetëm aty bëhen ndërkesat në të gjithë botën. Si dhe nëse doni lexime personale, sërish jam në faqen time të tarotit ku unë mund t'ju përgjigjem. Le të fiksohemi tek numri 2 sërish dhe të shohim energjinë e shkuar, energjia e shkuar e juaja, energjia e tashme dhe çfarë do të vinë në të ardhmen tuaj. Sa e bukur angjëlli, është një letër shumë e bukur. Atëherë, letrat thash janë shumë të sakta dhe vazhdojnë të më thonë të përforcojnë mendimin tim. Atëherë, thash në videon e parë, po do të them në videon e dytë për ju që zgjodhët numrin 2, para disa ditësh pata një lexim me një person, me një kliente, dhe më thotë Tiziana, letrat që ti ke krijuar janë kaq shumë të sakta që kanë rezonuar me energjinë time aktuale. Dhe nuk është personi vetëm që më ka shkruar, por unë kam parë në leximet e mia personale që letrat që unë kam krijuar janë goxha të sakta për sa i përket energjisë apo reflektimit aktual që ne duhet të bëjmë. Duke filluar me çfarë ju keni lënë pas, më bie konjak i vjetër në këtë rast, pra ju bie mendime të vjetra, koha këtu që më keni menduar që po ju ikën dhe nuk keni kohë, më bie 3 dita ose njerëz nga shkuara. Ju i kanë mbajtur të mbyllur në këtë kuti, në këtë shishen, më mirë të thoja, pra një shishe cila ka një alkool të vjetër, ju ka bërë të jeni goxha nervoz, sepse këtu kemi elementin e zjarit, rregullat e repta, vullnet, autoritet, dhe jeni ndjerë sikur keni qenë në një periudhë në të cilën ka pasur goxha rregulla strikte. Mund të jetë fëmijëria juaj, mund të jetë partneri juaj, mund të jetë vetë jeta juaj që ka qenë goxha e fortë, strikte dhe jo shumë e butë, dhe kërkoni tashmë ta lini pas dhe pap të jeni afër me njëri tjetrin. Po ta shikoni numrin 2 në rastin konkret, në jeni një dualitet, në një pra të vetë majtas, të vetë djathta, cila është rruga ime më e mirë, sepse ndihem konfuz, ndihem ngatruar dhe nuk di çfarë është më mira për mua. Në rastin konkret, në energjinë aktuale, më bie që në fakt është që ju duhet pastroni mendimet tuaja. Dhe kur flas mendimet tuaja, i referohem çdo gjëje. I referohem rrobave të vjetra, i referohem situatave të vjetra, njerëz që ju ka lënduar, njerëz që nuk ju çojnë para. Pra në këtë rast ju thuhet pastroni mendjen nga të menduarit e tepërt, sepse ju mendoni shumë, sepse edhe 2 nga shpatat në letrat e tarotit ju tregojnë për konfuzion, për ngatres mendore, pra që ju nuk dini cila është rruga më mirë dhe që jeni të ngatruar, të dyzuar dhe kërkoni një rrugë më të qartë në këtë periudhë. Por energjia aktuale është që ju dua të ikë çdo gjë, jam ngatruar, nuk mundem më, pse më përsëriten gjërat. Kjo është energjia që ju thoni. Pra unë ndjej një energji të tillë që nuk mundem më, kur do të iki gjithçka. Dhe ndjeni që është një re, realisht që nuk po ikën akoma, dhe në fakt edhe letrat e mia titullohen Orakulli i mendjes së mjekullt, pikërisht për njerëzit të cilët kanë një mendje të mjekullt, kanë një mendje që duan të gjejnë qartësi, por në momentin aktual nuk po e gjejnë. Le të shohim se cila është energjia që do të vijë ose që pritet të vijë së shpejti. Është një letër shumë e bukur, kryesisht për femrat, por jo vetëm, sepse letrat nuk janë të krijuar vetëm për femrat. Dhe Angjëlli Rose këtu i thuhet që kërkoni ndihmë për të përmbushur shpirtërisht. Kërkoni ndihmë nga njerëzit e duhur, nga njerëzit cilët ju mendoni që kanë aftësinë e duhur dhe jo njerëz të cilët janë të ngatruar për veten e tyre. Kur ju shkoni të bëni biseda me dikë dhe për t'i thënë konfuzionin tuaj, mos shkoni tek ata të cilët për veten e tyre kanë probleme dhe nuk dinë se si çfarë të bëjnë me jetën e tyre, por shkoni tek ata njerëz që ju mendoni
që janë, unë nuk do thoya të suksesshëm, por të qetë shpirtërisht. Ndoshta ata të cilët din pak më shumë se ju nga ana shpirtërore ose kanë bërë më shumë praktika në aspektin shpirtëror. Sepse kur ju shkoni tek njerëz të cilët janë të ngarkuar, të ngatruar, ju i thoni pra hallet tuaja dikujt që nuk ju ndihmon, sepse për veten e vet nuk di se si të bëj me hallet e veta. Dhe pastaj çfarë ju ndodh që bëni një mix energjish, ju thoni problemet tuaja, personi tjetër thot problemet e veta dhe bëhet një miksim, pra prandaj një pluhur këtu, prandaj ju është fshesa që thot fshini këtë pluhur, që nuk ju ndihmon sepse që të dy do të ngeleni prap, jo të përmbushur shpirtërisht, jo të kënaqur dhe gjëra që akoma ngelen të mbyllura dhe energjia nuk është pasaj fluide në të rast. Dhe ajo çfarë vjen ju thuhet që të fokusoheni dhe këtu luani. Unë fola që në fillim me kafshët e pyllit dhe prapë rezonojnë. Këtu luani ju tregon për vendosmëri, për forcë të brendshme. Nëse keni projekte të reja, fokusoheni që si t'i çoni ato para. Merrni atë forcën tuaj të brendshme që në fëmijëri ndoshta nuk e keni pasur, për të bërë më të forte, për të forcuar, le të themi, fëmijën e brendshëm tuajën dhe më pas ju mund ta shëroni vetveten tuaj. Më bie një vetë shërim, realisht unë do thoja. Pra ajo çfarë ju mban juve të lidhur është mendësia ose fëmijëria juaj ju ka bërë më të ngatruar dhe ju jeni rritur dhe në këtë moshë jeni akoma të ngatruar. Dhe pse jeni të ngatruar? Kjo për arsye ose prindit nuk ju kanë dhënë konfidencën e duhur, mësuesit, shokët, shoqet, partneri apo le të themi rrethi familjar, kushërinj, të cilët për veten e tyre nuk kanë pasur konfidencë dhe këtë jo konfidencë kanë rritur si diçka normale në psikologjinë tuaj. Dhe kur ju rriteni tani dhe jeni edhe persona që do punoni, jeni edhe persona që mund të jeni lider ose të mësoni gjuhë të huaja, të veni një vend të huaj, ju mungon kjo autostima ose ju mungon le të themi forca për të çuar gjërat, projektet deri në fund. Sepse ndjeni që kudo që shkoni bëhet një rrëmuj dhe ju duhet të ikni sepse jeni të pakënaqur ose njerëzit e tjerë janë më të mirë, më të fuqishëm, më le të themi më të organizuar se ju. Dhe ju ndjeni gjithmonë këtë iden ose ndjesinë që unë duhet të iki. Nuk jam i lumtur këtu, nuk jam i lumtur atje. Dhe në fakt vjen palumturia nga fëmijëria juaj, nga mendimet tuaja, nga mënyra se si ju jeni rritur, që ju mund ta shëroni sepse mund të flisni vetvetes tuaj, mund ta merrni këtë forcë të brendshme, prandaj ju bie kjo letër dhe mundohuni që të konsumoni biseda shpirtërore me ata që janë më mirë se sa ju dhe jo me ata që vuajnë. Kjo më thuhet si proces, sepse shikoj një energji vuajtje këtu, një energji e cila është e fikur më tepër se sa e ndezur. Këto keni miq që ju që zgjodhët numrin 2 dhe rezonon realisht numri 2 në rastin konkret. Do të jemi bashkë në leximet e radhës. Faleminderit që më ndoqët deri në fund. Shihemi bashkë në lexime të tjera shpirtërore. Deri atëherë, miru takofshim. Përshëndetje ju që zgjodhët numrin 3. Dhe po ta shohim këtu, keni këtë shpendin e bukur, që është eksotik, që është shumë interesant dhe i bukur. Dhe ju thuhet që në fakt ju duhet të jeni të qeshur, të merrni gjërat me harmoni në jetën tuaj. Vazhdon letra, në fakt ju e përforcon këtë energji. Ju keni shumë dëshira që doni të realizoni në këtë periudhë. Ju doni të arrini shumë gjëra në jetën tuaj. Ju doni të arrini ose keni shumë projekte, keni shumë që kur keni qenë të vegjël, do thoja, keni dashur të realizoni ose të jeni dikush. Dhe gjithmonë gjërat të cilat kanë të bëjnë me xixa, gjërat që kanë të bëjnë me universin, gjërat që kanë të bëjnë me yjet, pra me gjithçka që iluminon njerëzit e tjerë, ju jeni të rregjur gjithmonë. Ndoshta vjen nga jeta juaj e mëparshme, ndoshta vjen nga dëshirat e fëmijërisë tuaj, që ju doni të krijoni diçka unike. Nuk jeni kuptuar shumë nga njerëzit e tjerë, ose nuk kuptoheni nga njerëzit e tjerë. Madje unë do thoya që njerëzit e tjerë mund t'ju thonë që ju jeni shumë ndërimtar,
jeni jo realist dhe në fakt ju e ndjeni veten që nuk është e vërtet, nuk është se ju jeni jo realist, ju thjesht keni një dimension të ri o të mënyrës se si ju shihni gjërat. Dhe keni këtu një zjarr ose një potencial, një ndriçues shpirtëror që ju mund të luminoni jo vetëm veten tuaj dhe të motivoni atë, por dhe njerëzit e tjerë. Pra nëse pyetja në rastin konkret të këtij leximi është si çfarë më bën mua të lidhem ende me të shkuarën time, çfarë më mban ende të rrënjosur aty dhe nuk më lë të eci para, unë do thoja dëshirat e së shkuarës. Ju mund të keni pasur një dëshirë në të shkuarën tuaj për të bërë dikush. Dhe kjo dëshirë, nëse nuk është realizuar, ju bën të mendoni që ju nuk mund të arrini ëndrat tuaja. Ose një dëshirë e mëparshme nëse nuk është realizuar, do thotë që nuk ndoshta ka përkuar me dharpën tuaj, me qëllimin tuaj të jetës, por ju ka drejtuar në një udhë tjetër që ju mund të jeni dikush ose mund të bëni diçka, por që nuk lidhet me dëshirën që ju keni pasur kur keni qenë 16 vjeç që doni të bëheshit për shembull. Në këtë profesion doni të bëheshit dikush. Dhe në rastin konkret ndoshta shumë kërkesat tuaja nuk janë realizuar sipas planit tuaj dhe kjo ju ka bërë deri diku të ndjeni të fikur shpirtërisht. Por ajo çfarë letra ju thuhet është që ka gjëra që ju mund t'i çoni para. Mund të jenë dëshirat e së shkuarës, por jo vetëm, mund të jenë edhe dëshirat e reja që ju mund të krijoni ëndra të reja dhe njerëzit kanë nevojë për mendimin tuaj, njerëzit kanë nevojë për motivimin tuaj. Ju jeni një fëmijë, do thoya në shpirt, që nuk rreshni asnjëherë se paturi ëndra dhe dëshira. Kjo është një diçka shumë e bukur. Ju jeni goxha shoqëror, por kjo është pozitive nga një anë, por negative nga ana tjetër sepse influenca e njerëzve që ju jeni të rrethuar nuk është shumë pozitive, sepse janë njerëz lunatik, sepse janë njerëz të cilët sot janë mirë, nesër janë keq, ose janë njerëz të cilët influencohen shumë nga hëna, pra njerëz të cilët siç janë në një gjendje shpirtërore një ditë nuk janë në ditën tjetër, njerëz të cilët edhe shpirtërisht ndryshojnë, njerëz të cilët nuk janë shumë të përmbushur në jetën e tyre 100% dhe kur ju takoheni duket sikur ju zbrazeni për përhallet problemet tuaja dhe influenca, do thoja, e këtyre njerëzve që ju shoqëroheni nuk është shumë pozitive që t'ju iluminoj apo të rriteni shpirtërisht, por ju mban të varur në një vorbull që momentalisht ju ndjeheni mirë, por nuk është se progresoni. Pra mund të ndjeheni mirë për momentin që flisni dhe dilni me këta njerëz, por nëse do të flasim për progres edhe për reflektim, nuk është se është pozitiv. A janë njerëz të angazhuara? Mund të jenë për disa njerëz shoqëri që vjen nga shkuara, por që nuk është se ju ndihmojnë juve të, do thoja, të ikni nga rrënjët e së shkuarës tuaj. Dhe ajo çfarë ju mban lidhur është ndoshta kujtime, është ndoshta mendimet ose njerëz që hase duhet ta respektoj këtë, hase e kam njohur dikur më përpara këtë, dhe shpirti juaj është shumë i dashur, shkon prap, edhe pse di që ata ndoshta nuk mund të jenë në nivelin tuaj, ju prap shkoni atje për të patur një moment të mirë. Dhe ndjeheni mirë, po pastaj mbas pak kohësh kuptoni që unë jam ndjerë mirë, por këta njerëz prap nuk më kanë kuptuar shpirtin, këta njerëz prap nuk më kanë bërë që unë të kaloj nga dhimbjet e së shkuarës time. A janë këta njerëz që në të njëjtën periudhë mund të kenë vuajtur në jetën e tyre në të njëjtën periudhë me ju dhe mund të jenë në njëjtën moshë? Po. Por unë shikoj një mos plotësim të shpirtëror, diçka, dhe kupat, kur prezantohen shumë kupa, flitet për gjendje emocionale. Më bie që në fakt ju duhet merrni pak kohë për veten tuaj. Dhe kur flas për veten tuaj, të mos jeni në influencën e njerëzve të tjerë, të jeni vetëm. Është ajo çfarë letra ju thuhet. Pra merrni veten tuaj, flisni vetes tuaj dhe mundohuni të jeni të duruar për projektet që ju doni të realizoni. Më bie që duhet të ushqeheni mirë, duhet të mbani një dietë pozitive, një mendje jo me shumë mendime,
dhe të prisni sepse jeni të paduruar që gjërat të ndodhin shpejt e shpejt. Ajo që është negative tek ju, unë do thoja që ju mendoni që po kënaqem edhe hajde të marr pak kohë, por kjo është fasad, nuk është ajo çfarë shpirti juaj kërkon ose ajo çfarë shpirtërisht ndiheni të lumtur. Prandaj them që ju kërkohet që të jeni pak vetëm në mënyrë tillë për të reflektuar dhe për të lidhur pak me dëshirat, me qëllimin e jetës tuaj, me karmën tuaj, për të reflektuar, për të mos u influencuar, që mos të jeni që diçka nuk po më vjen. Sepse në fakt diçka vjen tek ju, po vjen kur ju kuptoni potencialin që ju keni si njerëz. Dhe ajo çfarë ju mban të lidhur janë këta njerëzit të njëjtës moshë, të njëjtës ndoshta edhe status ekonomik, social pra, njerëz që mund të jenë edhe të njëjtit vend, por që për veten e tyre nuk janë. Dhe kur flas të lumtur nuk i referohem ekonomisë, nuk i referohem asaj çfarë tregojnë si jashtëmi, por i referohem shpirtit të tyre. Nuk është se kanë bërë shumë punë për të pasuruar shpirtërisht. Perceptimi juaj aktual është që unë po ec me hapa pak të ngadalt, është unë jam realist, mund të kem pasur ëndra, por prap jam realist. Pra, duket sikur të shkuarën atë fëmijën që ka pasur shumë ëndra, e keni lënë pas, edhe mundoheni të kënaqeni me pak në të tashmen. Ajo çfarë juve ju mban të lidhur në të shkuarën, unë do thoja është që ju mendoni që ky është fati im, pavarësisht shpirtit edhe mënyrës se si unë jam. Ju gjithmonë doni që njerëzit ju admirojnë, të vlerësojnë ose të jenë me ju, të jeni të rrethuar, të mos jeni vetëm. Dhe kjo ju bën pa e kuptuar që këta njerëz në fakt nuk është se ju shërojnë këto problemet ose mentalitetin apo dhimbjet e së shkuarës, po këta njerëz për veten e tyre janë pjesë e dhimbjes suaj të së shkuarës. Jo se ju kanë bërë diçka këta njerëz, po për veten e tyre këta kanë qenë në të njëjtat situata ose të ngjashme shpirtërisht jo të lumtur në jetën e tyre. Kështu që unë do të thoja, jepini vetes suaj një mundësi për të shkëputur pak nga influenca dhe nga njerëzit jo të lumtur, në mënyrë të tillë për të lidhur sërish me qëllimin tuaj, për të lidhur sërish për të parë yjet, për të folur me ëngjëjt, për të folur me universin, sepse ju jeni shkëputur dhe unë do thoya një nga gjërat që juve ju mban të lidhur në të shkuarën janë njerëzit dhe duket sikur jeni shkëputur nga qëllimi primar shpirtëror që të jeni të lumtur dhe jeni bërë shumë realist. Pra nga një shpirt që jeni kaq shumë lozonjar, të dashur, kreativ, të qeshur dhe doni njerëz të tillë që të jeni rreth vetes tuaj, në fakt ju jeni rrethuar me njerëz të cilët nuk janë në të njëjtën frekuencë ashtu siç ju. Do të shohim mbas letrat e mia të orakull që unë kam krijuar vet, do të vinë pra në këtë kuti e cila është magnetike dhe brenda saj ju do të gjeni një libër me 357 faqe që unë kam hedhur, kam shkruar historinë time se si ka lindur mënyra ime të lexuarit, histori personale dhe gjithashtu keni letrat, 70 letra që ju mund t'i lexoni vetë, mënyrën se si mund t'i lexoni, simbolet të cilat janë si interpretohen në psikologji, në leximin e orakullit dhe në ëndra. Ky është libri, është në gjuhën shqipe me ngjyra dhe ju do të gjeni brenda kutisë gjithashtu dhe letrat e orakullit që janë 70 letra dhe nuk janë për të parashikuar të ardhmen, por janë për të lexuar ose për të marrë një inspirim, pra një frymëzim, një mesazh shpirtëror çdo mëngjes, të ngriheni dhe të reflektoni dhe të ndisni një qiri, të ndiqni një sherebel në shtëpi për të pastruar energjinë, të ndisni një qiri të bardhë dhe të merrni një letër dhe thoni çfarë duhet të meditoj, të reflektoj ose mesazhi që mua do shpirtërisht, pra shpirti im të dëgjoj në këto ditë. Dhe merrni letrën dhe më pas e shihni.
Pra këto letra janë dizenjuar në këtë formë. Unë bëj dërgesat në të gjithë botën dhe nëse jeni të interesuar për t'i bler, mjaftoni të më shkruani në Tarot Spirit Therapy në Instagramin tim personal, ku hedh reelsa të ndryshme dhe gjithashtu komunikoj për lexime personale me njerëzit dhe pra mund bëni blerjen e librit. Le të shohim sërish ky numër 3 juve. Dhe po ta shikoni këtu kemi dhe numrin 3, treshin që lidhet me juve. Cila është energjia e së shkuarës, energjia aktuale e juaja dhe çfarë është ajo që vjen në të ardhmen. Këto letra quhen orakulli i mendjes së mjegut, pikërisht për njerëzit të cilët janë të ngarkuar, të ngatruar dhe duan të kuptojnë veten e tyre më mirë. Le të shohim energjinë e shkuar, të tashme dhe të ardhme. Këto letra janë goxha të sakta. Unë pata një lexim para disa ditësh me një kliente, e cila më tha se Tiziana, letrat e tua të orakullit lidhen kaq shumë në mënyrë direkte, të drejtë për së drejtë me energjinë time aktuale. Dhe nuk është personi i vetëm që më ka thënë këtë gjë, madje edhe në leximet e mia personale unë e kam vënë re, edhe për veten dhe për klientët e tjerë, që letrat kanë qenë goxha të sakta në mënyrën se si i flasin shpirtit. Dhe në këtë rast konkret, ne do të shohim bashkë se si ato lidhen pikërisht me mesazhin që ne të sapo folëm. E shkuara juaj më bie këtu një pellg me balt, në të cilën kemi pra një direksione të ndryshme. Vetë as ju nuk e dini se si mund të ikni ose nga kjo situatë ose të shihni diçka të re, komplikim të vërteta të fshehura pa drejtim. Pra, situata juaj, le të themi, kur ju keni qenë fëmijë, nuk ka qenë shumë fort pozitive e mirë. Ju keni qenë si ata fëmijët që kanë dashur të luajnë, por realisht nuk kanë pasur mundësinë të luajnë, ose mënyra se si ata kanë luajtur ka qenë më tepër konfuze, pra nuk është kuptuar, ose prindër të rept, do thoja prindër që nuk e kanë kuptuar shumë botën e tyre kreative, pra jeni ndjerë deri diku si ju duhet të gjeni udhën dhe jo të orientuar nga prindrit tuaj 100%. Më bie në fakt elementi tokës, më bini që ju jeni me këmbë në tokë dhe kreativiteti juaj është parë si diçka që nuk duhet ta keni, po duhet jeni më realist. Në këtë kohë ose në këto momente ju jeni realist si njerëz, por ka raste që ju pëlqen prapë të shkoni në pasionet e së shkuarës tuaj. E shkuara juaj është një pellg ose shumë gjëra, unë do thoja ju doni t'i harroni ose nuk doni t'i përmendni ose jeni larguar, keni thënë ka mbaruar si etapë. E tashmja juaj ju vjen në një periudhë, do thoja këtu me guaskën, ju thuhet dije brendshme, përgjegjësi, vetmi, pra reflektim është një moment që ju kërkoni të reflektoni, dhe elementi i ajrit është mendja, pra kur ju filloni dhe të mendoni gjërat ndryshe, të shihni realitetin në një perspektivë tjetër, pra aktualiteti juaj është që ju jeni të mbyllur, nuk jeni shumë të hapur, pavarësisht se shpirti juaj është kreativ, pavarësisht se shpirti juaj është gentle, është pozitiv, i pëlqejnë gjërat e bukura, i pëlqejnë gjërat kreative, i pëlqen shoqëria, njerëzit, prap është i mbyllur. Pra ju keni një dualitet ose një konflikt, të thoja, mes të qenit të hapur shpirtërisht, por dhe të mbyllur në të njëjtën kohë. Edhe kjo ju krijon deri diku një energji jo stabil, ose një energji që as vetë ju nuk e dini çfarë duhet bëni me veten tuaj ose me njerëzit tuaj. Ju jeni njerëz që reflektoni shumë me ata që rrethoni ose situatat që ju rrethojnë. Jeni njerëz të përgjegjshëm, jeni njerëz që keni dije të brendshme. Unë do thoya që njerëzit që ju rrethojnë nuk janë ata të duhurit për të kuptuar shpirtin tuaj. Një nga ndjesitë që ndjej në këto momente është që ju nuk keni kuptuar shumë në shoqëri ose nga njerëzit që rrethojnë ose nga bota e jashtme për shpirtin tuaj, por jeni parë thjesht si një njerëz që sjell shaka ose është gazmor ose ka pasione dhe deri diku, por askush nuk ju ka parë 100% atë botën tuaj të brendshme, pasionet tuaja, forcën që ju mund të ndryshoni shumë gjëra. Pra këtë gjë nuk është parë nga shumë njerëz dhe ndjeni deri diku që, le të themi, kjo aftësi e juaj ose
kjo pjesë sensitive juaj është brenda ju shpirtit tuaj, por jo shumë e parë, vlerësuar, duar trokitur apo kërkuar nga njerëzit e tjerë. Njerëzit e tjerë jeni pak më realist, dukeni sikur ju përshtateni të tjerëve dhe jo të tjerët ju përshtaten ju, tamam, kjo do të ishte. Ju kur jeni vetëm mund jeni goxha kreativ, po kur jeni me njerëz jeni goxha realist. Edhe prandaj them që është një dualitet këtu, në këtë është shumë e çuditshme sepse ndjesia që më vjen me ju të numri 3 është goxha më thëmë bën kontrast. Tjetër gjë ju keni në shpirt, tjetër gjë ju reflektoni në shoqëri. Njerëzit ju shohin si diçka, si njerëz shumë praktik, shumë shoqëror, por nga ana tjetër ju jeni shumë të mbyllur në fakt. Nuk jepni atë çfarë njerëzit e tjerë mendojnë që ju jepni. Edhe ndjeheni mirë dhe përshtateni me njerëzit e tjerë, kjo është gjë pozitive, por nga ana tjetër nuk është se ju kuron ose ju ndihmon nga ana shpirtërore. Sepse njerëzit që ju rrethoheni nuk janë të duhurit dhe të nivelit, le të themi, unë nuk do thoja fjalën intelektual, por shpirtërisht nuk janë shumë të hapur apo të zgjuar për të kuptuar ju apo njerëzit e tjerë në aspektin më të thellë shpirtëror. Kështu që çfarë ju mban juve të lidhur me të shkuarën dhe duke referuar prap elementit të tokës dhe letrës së tretë që më bie që çfarë është energjia që vjen më vonë, është pikërisht toka, është pikërisht prap ky grepi, si një peshk që ngec në grep. Pra ju ndiheni, e di çfarë i thoni ju vetes, që më mirë të jem realist se sa të jem artist apo kreativ, sepse nuk është se më ndihmon apo më bën të progresoj. Më mirë të jem kështu, më mirë realist dhe jam më stable, jam më secure, kështu që jam okay. Dhe ajo çfarë juve ju vjen në të shkuarën është që prap ju ngeceni. Pra sado që shpirti juaj mund të jetë shumë kreativ, shumë pozitiv, ju ngeceni. Dhe një nga gjërat që unë do thoya ju mban të lidhur me të shkuarën është pikërisht ky perceptimi juaj që unë nuk kuptohem nga njerëzit e tjerë, që ndoshta është më mirë mos ta hapem me njerëzit e tjerë sepse pastaj do përdorin atë ndjesinë time apo sekretin tim apo diçka që është e brendshme juaj, dhe është më mirë të jem realist dhe kështu përshtatem më shumë me shoqërinë. Pra ju bëni një përshtatje jo sepse ndjeheni mirë, por një përshtatje sepse ju voleps, pra ju ndihmon që ju të jeni mirë dhe jeni okay me pjesën e shoqërisë. Pra kjo është një, unë do thoya edhe hipokrizi shpirtërore që ju i bëni vetes tuaj, që unë jam mirë me njerëzit e tjerë dhe jam okay, pavarësisht nëse këta njerëz më kuptojnë apo jo. Po kjo nuk ju ndihmon ju që ju të ndiheni të vlerësuar, të shpirtërisht. Kështu që ka një kontrast këtu që kur ju shkoni në krevatin tuaj dhe vini kokën jashtë, nuk është se ndjeni 100% të lumtur. Kështu që e shkuara juaj, unë do thoja që kanë qenë ndoshta njerëz që nuk kanë qenë në nivelin tuaj, njerëz të cilët kanë pasur influencë disi në ajër, por nuk është se kanë qenë influencë pozitive shumë e mirë, njerëz të cilët kanë pasur një perceptim të ngarkuar, të konfuz për të bërë gjërat, njerëz që kanë pasur atë mentalitetin, le të themi, perceptimin e tyre, po shumë të ngushtë, që kjo është mirë, kjo është gabim, pa parë rrugë të mesme, dhe njerëz të cilët ju kanë ndaluar që ju të progresoni dhe të njihni shpirtin tuaj dhe të ecni para. Eksaktësisht këto fjalë që unë thash të fundit, kjo janë edhe baza e leximit që është për ju. Kështu që unë këtë shikoj. Pra ka diçka këtu që njerëzit që kanë rrethuar dhe shkuara juaj ju mban të lidhur dhe ndjeni ndonjëherë jo të lumtur që pse ka ndodhur kjo formë, pse nuk më kanë kuptuar, pse unë jam kreativ, pse gjërat, edhe ndonjëherë doni të ndryshoni dhe veten tuaj thoni po sikur të kisha bërë këtë rrugë, do isha më e lumtur, po sikur të kisha bërë këtë gjë, sepse shpirti juaj është goxha energji kreativ, ka shumë pasione në të njëjtën kohë. Këto keni, nëse rezonoi ky lexim, ju lutem më shkruani në komentet tuaja, pra që ju keni zgjedhur numrin 3 dhe sa ka rezonuar me ju, dhe do të ishte një kënaqësi shumë e madhe gjithashtu të më thoni nëse edhe letrat e mia të orakullit ju kanë rezonuar eksaktësisht me gjendjen tuaj psikologjike dhe shpirtërore. Ju falenderoj që ndoqët deri në fund këtë lexim të gjatë. Shihemi bashkë në leximet e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.